billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sot e kemi dersin e 4 prej serialit të derseve, do të thonë virtytet e moralit. Sot do të flasim për modestin. Edhe modestia është një cilësi shumë e rëndësishme. Çka është modesti? Nëse duam me fjalë kështu të thjeshta që folim ne në përditshmërinë tonë me njëri tjetrin, modesti do me thonë mos m'ia lidh nalt, është e kundërta e mendjemadhësisë. Mendjemadhësia e shkatron, moralin e njerit, atë sjelljen. Ndërsa, dietarët si e sqarojnë modestin, thënë modestia është përullësia, butësia dhe largimi nga vetëpëlqimi, nga krenaria dhe mendjemadhësia ndaj njerëzve. Njeriu nuk duhet të ngrihet mbi të tjerët për shkak të dijes, për shkak të prejardhjes, për shkak të pasurisë, pozitës, pushtetit, apo ndonjë gjë tjetër. Përkundrazi, ai duhet të jetë i përulur ndaj besimtarëve. Hasan el-Basriu se ka shpjeguar modestin. Hasan el-Basriu është një prej dietarëve të mëdhenj të tabiinëve, i cili është takuar me një numër të madh të sahabeve dhe ka fjalë shumë të thella dhe të fuqishme, dhe është një dietar i madh, një asket, i cili me pak fjalë për modestin ka thënë kështu: modestia është që të dalësh nga shtëpia jote dhe të mos takosh asnjë musliman pa menduar se ai ka një epërsi mbi ti. Do të thonë, siçallin që ta shohsh, të mendojsh që me fjalë tjera që është më i mirë se ti. Që kjo është modesti. Jo me thonë, kush jam unë jam ki, unë jam i ditur, unë jam i pasur, unë e kam forcë, unë e kam familje, unë e kam pushtet, unë e punoj aty, unë e punoj këtu, e kështu me radhë. Do të thonë, përkundrazi, Islami, ahlaki jonë na mëson që ne me menu se si cëllën që atakojmë për muslimanëve, valla ki mundet me konë ma i mirë son, se realitetin këshire, peshimin e njerëzve, nuk mujna ne me bo. S'mujna ne me bo. Mundet me konë dikush për shembull, kur kush i hiqë në syrin tonë, a më të Allahu me konë i madh. Edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith kështu, ka thonë, rubbe esh'athin ekber, me gajnë, ekber do me thonë i pluhrosur, a ekber me kë do me thonë ma i madhi. Ka thonë, rubbe esh'athin ekber, lau aqsama ala Allahi la abarra. Shumë do me thonë njerëz të pakrehur, të pluhurosur, me lip diçka prej Allahut, Allahu ja pranon më njëherë. Sa jo është i madh te Allahu. Për çat ti, do me thonë, nuk e di se sa peshon. Problemi është kur njeri ka shumë mendim të nalt për veten. Kjo mëse ne ka me çuar, do me thonë, në shumë gabime tjera. Çka thot Allahu subhanahu wa taala për modestin? Dhe përmend disa ajete, ka shumë ajete, thot wakhfid, Allahu subhanahu wa taala thot wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. A disi përkthehet ja wakhfid janahaka, uli pendlat e tua ndaj atyre, do të thonë krahët, uli krahët e tu ndaj atyre që të pasojnë prej muslimanëve. Që kjo shprehje edhe ndaj në raport me prindërit, do të thonë Allahu subhanahu wa taala thot kur jesh, do të thonë kur të folish, kur të rrish me prindërit, uli pendlat pak. Çfarë do të thonë kjo uli pendlat? Shiko, e shpjegon, do të thonë dietari i madh Kurtubiu, i cili thot: fjala uli pendlat ose bëhu i përuli krahët e tu, do të thonë ji i butë dhe i përulur ndaj atyre që të kanë besuar. Ajeti më thonë. Kjo shprehje vjen nga sjellja e një zogu që kur do ta mbrojë të voglin e vet, ai keni pa, do të thonë ai sokoli ose skifteri ose ndonjë prej shpenzave, nuk është patjetër sokoli ose skifteri. Kur do ta mbrojë atë voglin e vet, një herë i shtrin krahët dhe pastaj i mbleth. Se i shtinën krahët e vet. Edhe pula çashtu njëjtë, shpenzët krejt e kanë. Do të thonë një herë i hap krahët, pastaj do të thonë i
mbulon të veçlit e vet me krahat e tyre. A dini pse? Thot kështu është për, domethënë e shtrin krahët dhe pastaj i mbulon ato të veçlit, kështu është përdorur kjo fjalë për të përshkruar afërsinë dhe kujdesin që duhet të tregojë njeriu ndaj muslimanëve. Ti diçish sikur do mi mbrojt, domethënë nëpërmjet kësaj modestisë. Pse se mendjemadhësia e largon, mendjemadhësia e armitson njeriu. Pra thot Allahu subhanahu wa taala, dhe përuli krahët ndaj atyre që të pasojnë nga besimtarët, i ka thënë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po kjo vlen edhe për çdo musliman, që muslimani duhet me kon modest. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në surën Furqan, wala tamshi fil ardi maraha. Në tokë mos ec me mendjemadhësi. Inneke len takhriqa al-arda wa len tablugha al-jibala tula. Sepse ti nuk do ta çash tokën. Mos mendo se çaçi madh je, çaçi fuqishëm, aq gjigant që me të ecurit tant mundesh me e çat tokën, pas nuk mundesh me imri kodrat me nalësi. Kjo është kuptimi i ajetit. Çfarë do të thonë? Kjo do të thonë mos ec në tokë me mendjemadhësi, bëhu modest. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër, ajeti i dytë ke në surën Isra. Ky ajeti i tretë është në surën Furqan se gabova. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Robërit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin në tokë me përulësi. Nuk ja lidhin nalt, i bie. Hauna lehtë ecin. Do thonë, dhe kur të paditurit ju drejtohen atyre me fjalë, ju thënë selam, paqe. E tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu më ka shpall mu. Do të thonë, Allahu më ka shpall. Ashtu sikur që ja ka shpall Kur'anin, megjithëse kjo nuk është ajet kuranor, tash që ta lexoj këtë hadith, thotë Allahu më ka shpall. Se ne e dim se Allahu subhanahu wa taala i ka çu vahi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka çu vahi edhe për gjona të cilët nuk janë Kur'an. Thotë pejgamberi sa Allahu më ka shpallur se duhet të gjithë të jeni modest, derisa askush mos krenohet ndaj tjetrit dhe askush mos i bëj zullum tjetrit. Kjo është hadith në Sahih Muslim. E tash, çka na sjell me modestia? Do të thonë që kjo sjellje që është shumë e rëndësishme dhe e kërkuar që e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala pejgamberit që t'ju thotë muslimanëve me kon mendje, mos me kon mendje madh, pra me qenë modest. Çka na sjell kjo? E para, ta sjell dashurinë ndaj Allahut. Allahu subhanahu wa taala nuk e do njerin me mendje madh. Allahu e do ata që është modest. Çka thotë Allahu subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah. Thot, o ju që keni besuar, nëse dikush për ju që le fen, ban ridde, dhe më thonë bëhet murted, del prej fes. Allahu ka me sjell një popull të, më thonë, i cili ka me dasht Allahun dhe Allahu ka me dasht ata. Çish janë ki populli që Allahu ka me sjell nëse ju e lini fen? Janë modest ndaj besimtarve dhe krenar ndaj mosbesimtarve. Që këto i do Allahu subhanahu. Këtë popull që Allahu mundet me sjell në rast se dikush prej muslimanëve e len fenë e tij. Allahu subhanahu wa taala kur kush nuk i bën dobi Allahut, pse fal namaz ose pse beson, ne i bëjna dobi vetvetes. Në rast që dikush do me lën këtë fe, Allahu subhanahu wa taala ka më aqu, ka më frymzuar, më pranu këtë fe dikush të cilin ka më dash Allahu dhe Allahu ka më dash këta. Mirë, çfarë cilësie kanë këta? Modest ndaj besimtarëve dhe krenar ndaj mosbesimtarëve. A shef? Në thonë, çka na sjell ka modestia? E para na do Allahu subhanahu wa taala. E dita, sa më shumë që e mba veten ulet karshi muslimanëve, çaq më shumë të ngrit Allahu. Kjo është një ligj i Zotit në tokë. Njerin me ndjemat krejtë në nënçmojnë. Njerin modest, që nuk ja lidh një nalt, krejtë ngritin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ju bëj be për 3 gjona. Sadakaja kur kujsja pakson pasurin. Allahu çdo njonin që e mba veten ulet, pra që tregohet modest, Allahu ka me ngrit, Allahu subhanahu wa taala ka me ngrit. Gjithashtu, ndërsa mendje madhin çka ndodh? Për mendje madhin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka mi
ringjall sikur se mizat e tokës në ditën e gjykimit. Mirë po me ftyra të njerëzve. Ama çka me konë mëdhej? Njerëzit që ja kanë lidh nalt në jetën e kësaj bote, Allahu subhanahu wa taala ka mi ringjall sikur se, domethënë, milingonat, dherre e ka përmend. Disa e kanë përkthi, e kanë komentuar disa dietar si grinca të rërës. Se dherri thonë edhe çasaj grincë. Edhe grincës, po i thënë edhe më thonë e vogla e mizës së tokës. Kur del, sa ato mizat e toka i bëjnë disa vezë. Ajo e vogël është shumë, mirë po ajo veza e vete është shumë më e vogël. Kur dalin ato çashtu, edhe njerëzit kanë mi shkel në mahsher. Domethënë krejt njerëzit kanë mi shkel tu ecë. Megjithëse ato do ta kenë pamjen e njerëzve me fytyra. Si ka thonë mësam këtë hadithin, është shumë interesant një hadith që ka thotë mendje mëdhej do të ringjallën ditën e Kiametit të vegjël sikurse milingonat ose si grimcat e pluhurit me fytyra njerëzish të mbuluar nga poshtrimi nga çdo anë. Do të çohen drejt një burgu në xhehenem të quajtur Bules, për fjalës Iblis. Fjala Bules është emri i burgut ku kanë mu burgos me 11, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith sahih. Fjala Iblis buron edhe fjala Bules është e njëjta rrënjë e fjalës që do të thonë të dëshprum, se janë të dëshprum nga rahmeti i Allahut. S'kan imit, po janë të dëshprum se po i ka plon rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Mbi ta do të digjen zjarr pas zjarri dhe do të ushqehen me qelbin e ndyrë të banorëve të zjarrit. Zoti na rrit. E treta, modestia është shkak për me hyrë në xhenet. Allahu subhanahu wa taala thot: atë shtëpi të botës tjetër ne e kemi caktuar për ata që nuk dëshirojnë mendje madhësi në tokë e as çrregullim. Përfundimi i mirë është për të devotshmit. Alladhina la yuriduna uluwan fasadan fil ardi wala uluwa. Uluwan fil ardi wala fasada. Uluwan fil ardi wala fasada. Pra, xhenetin thot Allahu e kam kriju për ata që nuk dojnë mendje madhësi, domethënë as fesat në jetën e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e përmend se për shkaqeve, domethënë këtë ajetin që lexo tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, është në ajeti 83 i surës Qasas. Shembuj të modestisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është imam, më thonë është i pari në krejt punët e mira. Për çata është zotnia i bijve të Ademit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo cilësi të mirë, më thonë është i pari. Edhe në modesti ka tregu shembuj, domethënë të rrallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mënyrën se si ka jetu. E para, sa i përket modestisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka nejt me shokët e tij, nuk është dallu. Kanë ardhur për shembull beduinët me e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: "Kush prej jush është Muhamedi?" A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pasdasht ishte dallu shumë në veshje, në pasuri, në ushqim, në pallate, në shtëpi. Mirë, por nuk është dallu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo do të thonë vërejt na për shumë raste se kanë ardhur njerëz të panjohshëm, nuk e kanë ditë kush prej tyre është Muhamedi. Kjo është e para. E dyta është modestia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me njerëzit fukara. Thon sahabët, ka ardhin i robresh që ka qenë pranë dikujt, ka pas dini problem. E ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka paraqit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam problemin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku me ata, megjithëse ai ka qenë kryetar shteti, ka shku edhe ja ka kri, domethënë ja ka zgjidhur atë problemin që e ka pas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lavdru, çini. Edhe ka porosit, edhe këtë ka thon pak para se me vdek. Ka thonë, la tutruni kema atratin Nasara ibn Maryam. Mos e teproni të më lavdu, ashtu sikur se e kanë tepru të e lavdru krishtert birin e Meryemës. Por thojni për mu, unë jam rob dhe i dërguar i Allahut.
Rob jam, rob i Allahut. Wa inna ma qulu ana Abdullahi wa Rasulih. Unë jam rob i Allahut dhe pejgamberi i Allahut. Se kjo lavdrimi, kjo kete ka thonë, se këshire, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pas dini njeri i cili ka cilësitë e pejgamberit. Për shembull, çaçi i drejtë, çaçi i mirë, çaçi i sinqert, çaçi humanitar, çaçi shumë ju kanë ndihmu njerëzit, çaçi modest, çaçi i sjellshëm, njerëzit pak me pa dikant që është i mirë, këtë lavdrej. Ama ai është aq, domethënë, i mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithatë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e teproni të më lavdru. Se kjo teprimi në lavdrim, kjo çon edhe tjetërkun. Nesër, domethënë, mundet me ndodh ajo që ka ndodhur me Hazreti Isa. Sa do edhe Hazreti Isa është një prej 5 njerëzve më të mirë në historinë njerëzore është Hazreti Isa. Është prej ulul azmit. Se pejgamberët Allahu subhanahu wa taala është i numri i tyre shumë i madh, siç ka thonë në një hadith të cilin disa dietarë kanë bërë hasan, pra e kanë pranuar si të vërtet, ka thonë pejgamberët janë 124.000. Prej tyre 315 janë rusul, më zgjedhur. Prej këtyre rusulve më zgjedhurit janë ato 25 plus 3 që i ka përmendur Allahu në Kur'an. Prej këtyre 5 janë më të mëdhtë. Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Hazreti Isa kur e kanë pa ato njerëz, çfarë njeri Hazreti Isa? Një besimtar, i mirë, i drejtë, i mençur, i sinqert, i sjellshëm, ahlakit, cilësi që i ka pas, më thon Hazreti Isa. Edhe çat shumë e kanë lavdruar ata, saqë, domethënë, kanë arrit deri te besimi se ajo është vetë Zoti, Zoti na rujt. Zoti na rujt. E ka thonë vetëm mos u lavdroni shumë. Mos e teproni. Mos e teproni të më. Megjithse në për disa ditë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditën e gjykimit unë kam me majt flamurin se ka me kon zotnia i krejt njerëzimit. Se zotnia, di çfarë më thon? Fjala zotnia, arabisht i thënë sejit. Zotni do me thonë i pari i popullit. Zotnia i këtij populli, si më thonë lideri. Unë kam me kon lideri i njerëzimit. Edhe ka thonë nuk mburrem, s'lavdrohem se jam çe kështu. S'ka lavdrim. Nuk jam të thonë une, dhe me ku Allahu subhanahu wa taala mu më ka bon që me konë njeri më i mirë. Njeri më i mirë. 4, të shurtimisht shumë se për si cëllën që e përmendi pikë, në me thonë se si ka qenë modestia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka plot argumente, hadithe. Po unë i përmendi shurtimisht në mënyrë që ta përmbledh ata që kam pas. Sa i përket pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, modestia e pejgamberit kur është ftu dikon. Ka thonë me më thirr në kam të, me thonë, kafshës, këshire, kër e kanë prej hajvanin, shembulla lopa, deva, adele, adhi, kër e kanë prej, në me thonë, ato pjesë që më spakti janë të dobishme, janë kamtë. Jo ai buti, do me thonë, i mishit, po pin gjuhet e poshtë, në me thonë, kërciku, i thejnë në gjuhën shqipe. Se zakonisht, unë e kam pa njerë që kur therin i gjujnë ato pjesë. Mirë amon në vendet e varfra, si mos në atë kohë, edhe që ato i kanë përdor. Më thonë kurra, arabisht quhen, me kef, jo me kaf. Ka thonë pensam, me më thirë dikush në ato kërcicjet e hajvanatit, në cilë s'ka hiq mish, veç koci është, edhe likura, kur gjo s'ka mish ati. Unë e shkoj. Edhe pensam nuk ka bo dallim me shku, si kurse bëjnë tash në këtë kohë. Njerëz. Fatkeqësisht ndoshta edhe disa xhallar. Ndoshta edhe, do të thonë kur kanë bëjnë me dinit pasur, janë shumë afro. O sidomos këto që lexojnë, këto që frinë, këto rrugë xhit. Zoti na rujt. Do të thonë me këto, edhe kur e thirr dinjoni që është i pasur, a di çfarë gatishmërie ka thënë. Kur e thirr dikush që është fukara, a e thirr për zor, ama edhe në shqim. Prej modestisë është, mos me zgjedh kush është i pasur, kush është i varfër. Ne jena musliman. Bile ma shumë du të me ndëru ata i cili s'ka. Thotë nëse me më thirë në që ato kërcicjet, unë e kësha shkut. Ato kam që gjuhën zakonisht. Veç mizi, masa e dele, i vjen ati ujë, dhe më thonë bënd lang, për që nga i cili i vjen e ramish. Ama është pjesa ma e pavlefshme, dhe më thonë e kafsh. Me më thirë, shkoj, thotë për edhe që ashtu ka bënd. Edhe që ashtu ka shku. Edhe ka thonë pejgamberi sësëm, ka thonë për këto darkat edhe drekat, kur feston dikush në i darsëm në i sen, ka thonë, ushqimi më i keq është ushqimi i gostive.
thirrën ato që s'kan nevojë, lihen ato që kanë nevojë, fukarat. Në përgoshti njerëzit kur organizojnë, domethënë i thirrin zakonisht ato që s'kan nevojë me hangër. Ama duhet me nderu filanin, se filani është filani. Filani është filani, duhet me thirr, me nderu. A nuk e thirrin ata që ka nevojë me hangër, fukara. Tjetra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i përket modestisë, domethënë ka hi për mi gomar. Çfarë thon kjo ka hi për mi gomar? Sa e ka pasur edhe devën më të mirat kur ka mrin në Medinë, Kaswa. Ajo devja që ka qenë domethënë më mira më pejgamberi se ka zgjedh, s'ka thon unë këshira, dikuj shem unë jam pejgamberi më i madh i njerëzimit, unë marrësh, jo, s'ka zgjedh. Edhe haxhin kur e ka bëu me gomar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kish mujt me thonë, çish be ju njerin liderin e juve e lini me hip, kështu, kish mujt me thonë, mi fa jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket modestisë së tij, gjithashtu është me fëmijët që është sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O ka një far Ebu Umeir, e ka pas një zok me cilin ka lujt, edhe i ka ngordhaj, edhe pejgamberi sa herë kur e ka zate, ka lujt me ta me fjalë. Domethënë e ka disponu. Ka thonë, o Ebu Umeir, çka u bë mat zogun tan i cili ka ngordh. Sa herë që e ka zatek, kur i ka zatek fëmijët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dikush për shembull si ban e sahaba, apo ju ka thonë selam, është ndal si ja ajemi, selam aleikum. Ju ka fol fëmijëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket raportet ndërnjerëzore, Allah zhvereshin që e ka pas me njerëzit, o ka një ditë pejgamberi sa më me shokët e vet. Edhe vjen njëri, ati i ka pas borxh pejgamberi. I thot këshire, ose kime ma këthi borgjin, direkt me të ashpëri, i drejtohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot, ose kime ma këthi borgjin, ose shumë fjalë të rënda kime pa prej meje. Kime pa shka ka me të bo, si me thonë në gjuhën tonë. Edhe sahabët qonë, thot, a i di me ka i të folë? A ti qonë sahabët, a i di me ka i të folë, veti? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pse be nuk u banët me ata që ka drejtë? Po ju duhet mu bo ata, unë jam borxhlia, i ka hakin e vetë, është e kërku. Jo thot pejgamberi sa. Ajo është e kërku hakun e vet. Edhe çon fjalë diku thotë ka mundësi be me mi dhon do hurma, t'ja kthej këtij në mënyrë që kur të më vinë mu, unë e kam e t'i dhon. Edhe sahabët mënyrë rregullojnë këtë problem. Miron vetëm nervozohet, thotë, çish be ju çut, që u banat me mu, po unë jam gabimtar, unë e kam vënë borxhin. Unë e kam vënë borxhin. E tash. Pyetja e fundit është çish me emri në me thonë modestin. Se ne mujna me lexu gjithë ditën, se që kështu është modestia, e sa e mire, qysh me emri modestin. E para duke në me thonë, nëzit devotshmërinë tek ne, takvallëkin. Njeri, si të kete takvallëk, masane është, në me thonë, i pranon ndryshimet. I pranon ndryshimet për krejt punë të mira. S'ka takvallëk, derën e ka të mshelt. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma i nderumi prej jush të Zoti është ai që është ma takva, që ma shumë i tutët Zotit. Takvallokun, më thonë, duke besu Allahun, duke bo punë të mira, duke e kultivuat vetdijen në vetveten se Allahu të këshirë, Allahu ka me të marrë më përgjithësi për çdo vepër që bën. Kjo është takvalloku. Mi urujt gjunahave, mu mundu sa ma shumë me bo punë të mira, dhe kështu shtohet takvallokit e njeri. Shtohet takvallok. Si shtohet takvalloki, më thonë është qel dera për me konë ma modest. Se njeri që se nje Zotin, njeri që nuk e nje Zotin, në me thonë, ai nuk e di zakonisht çka është modestia. Nuk e di çka është edhe rahmeti. E keni pa në për rrugët e vendeve, në me thonë të themi të përparume, në perëndim nëse del dikush me lip, kur kush nuk e merr dorë. Kur kush nuk e bën rahmet. Shumë pak mund është me gjetë ato që janë musliman. Te muslimanët është ndryshe. Muslimanët janë shumë solidarë, subhanallah. Këtu dallojmë shumë ne vetëm për çka? Për çka Islamit. E dita, njeri qysh mundet me përfitu edhe mu pajis me modesti. Mundet me thonë dikush apo çka, unë kam qef me konë modest, ama hajt qysh të bëhem modest, kallëzam. Me na qysh ki ardhë këtë dynja edhe qysh ki me shku. Si ka thonë njëni për i djetarve, ki ka përcit diher në përmjet rrugve Turinës. Njëherë kur të ka shlu babajot, masën e kur ki lindë.
Masën e plus mes veti je i musht me, në me thonë, fllitësirë. Kështu në këtë kuptime ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith. Kush je ti? Kush jam unë? Kush jemi neve me çukrijeve? Njerëzi të mëdhej, burra të mëdhej, sikur se pejgamberët e Zotit janë kon modest. Tjetra, njohja e rrezikut të kibrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush ka kibër në xhenet nuk hin. Nuk hin në xhenet me kibër. E kjo duhet me nashti dhe me thonë edhe me menu për me u bo modest. Tjetra është me trajnu veten në modesti. Me nejt me njerës, me nejt për shembull me njerës të varfër, me nejt me njerës nevojtar, me nejt me njerës, në me thonë që kanë dhe një halë, kjo shumë dikon. Me nejt me ata dhe mu mundu për shembull me ullë veten. Dhe e fundit është me marrë shembull për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është një çështje shumë e rëndësishme. Me një veten dvogël dhe me majt veten poshtë për para arrogantëve, për para të pasurve. Kjo nuk është modesti, kjo është nënçmimi vetvetes. Për çfarë disa dietarë kanë thonë, me majt veten pak, domethënë ka do momente e kundërta është modesti. Mos me një veten të nënçmuar për para arrogantëve, pasanikëve, mendjemdhëve. Është dikush mendjemadh edhe ti, jo që pi takvallëkit, nuk e kipi fes, po e kipi inferioritetit, e një veten shumë të vogël, pse dikush ka pasuri. Këtu duhet e kundërta, duhet me një veten krenar. Duhet me një, që modestia në këtë rast është, domethënë e kundërta me majt veten poshtë, duhet me majt veten nalt, karshim mendjemdhëve e para, dhe e dyta në situata të luftës. Njëherë rreshtohet, domethënë ushtria e muslimanëve, edhe del njëri prej sahabeve që e ka pasur në Ebu Dujane. Edhe janë nis, domethënë me hecme me mendjemadhsi. Domethënë a karshi ka pasur ushtrinë e dëshmanit. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka këtë ecje çkështun, çka këtë mënyrë këtë ecje, Allahu e urren përveç në çket moment. E tash e do këtu. Mu tregu, mos mu tregu për shembull përpara jo muslimanit, për para mendjemdhëve, për para pasanikëve, mu të regu si gjuna me konë, amërvesh. Veten me nënçmu, inferior, unë si jam kërkushi, jo, në kësi raste dush me pas krenari, ani të pse s'ki pasurit, e ki besimin, e ki moralin, se njeri është i madh me këto gjëra, me moralin e vetë, kije moralin e lartë, ti e i nalt, e ki moralin e lartë, ti e i nalt, nuk është njeri që matët me pasuri. Shumë njerëz kanë pasuri, po s'kan kur gjon përveç pasurisë. Mundesh mi thonë, si ka thonë një fjalë ka thonë filani shumë i varfër, kur gjon s'ka përveç pasurisë. Kur gjon tjetër s'ka përveç pasurisë. S'ka sjellje, s'ka besim, s'ka punë të mira. E në këtë rast nuk ban veten me majt të ulët. Mendoj që kjo, domethënë pikat kryesore, shkurtimisht, për secilën pikë domethënë ka pas argumente mirë, po me pasime mi lexu krejt ato hadithet, kryesorja është kjo është poenta, çka është modestia, çka përfitojmë nga modestia dhe si ta arrijmë modestin. Çto tre pika nëse i maj mend, mendoj që na ndihmojnë shumë, domethënë që të pajisemi me këtë cilësi shumë të rëndësishme të moralit islam, dhe është një vërtet shumë i madh i moralit islam. Allahu na bëft prej tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.